Vendimi I presidentit amerikan Donald Trump për të ngrirë tarifat hakmarrëse që ai ka vendosur ndaj shumicës së partnerëve tregtar amerikan është një hap I rëndësishëm drejt stabilizimit të ekonomisë globale, ka thënë presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Kushtet e qarta dhe të parashikueshme janë thelbësore për funksionimin e zinxhirëve të tregtisë dhe shpërndarjes. Ndërkohë BE-ja mbetet e përkushtuar ndaj negociatave konstruktive me SBA-n, me synimin për të arritur tregti reciproke të dobishme dhe pa fërkime. Si shpjegoi kryetarja e Komisionit, tarifat janë taksa që dëmtojnë bizneset dhe konsumatorët. Kjo është arsyeja pse unë jam fuqimisht në favor të një marrëveshje me tarifa zero midis BE-s dhe SBA-s. Ajo është shprehur se Europa vazhdon të fokusohet në diversifikimin e partneriteteve të saj tregtar, duke treguar se vendet që përfaqësojnë 87% të tregtisë globale. Në të njëjtën kohë, Europa vazhdon të fokusohet me diversifikimin e partneriteteve të saj tregtare, duke tregtuar me vende që përfaqësojnë 87% të tregtisë globale dhe që ndajnë angazhimin ton për një shkëmbim të lirë dhe të hapur të produkteve, shërbimeve dhe ideve. Sipas saj, Evropa po rri gjithashtu përpjekjet për të hequr pengesat ndaj tregut të vetëm. Kjo krizë ka bërë të qartë një gjë: në kohë të pasigurta, tregu I vetëm është speranca jonë e stabilitetit dhe elasticitetit. Kujtojmë se javën e kaluar, presidenti Trump njoftoi vendosjen e tarifave shtesë prej 20% për importet e produkteve nga Bashkimi Evropian. Në një kthesë dramatike të ngjarjeve, presidenti amerikan tha se do të pezullojë zbatimin e tarifave shtesë hakmarrëse ndaj partnerëve tregtar amerikan me përjashtimin e Kinës për 90 ditë. Megjithatë, njoftimi I Trumpit nuk adreson tarifa që administrata e tij ka vendosur tashmë për importet e makinave, aluminit dhe çelikut. Vendet anëtare të Bashkimit Evropian miratuan një ditë më parë kundër masat e para kundër këtyre tarifave, të cilat do të hyjnë në fuqi gjatë javës së ardhshme.